Shqiptari Dorian Puka ka ngritur në këmbë mediat angleze me stilin e tij të jetesës luksoze që reklamon në rrjetet e tij sociale. The Telegraph ka shkruar sërish sot për të, duke thënë ndër të tjera se ai po tallet me autoritetet angleze të cilat nuk arrin dot që ta ekstradojnë, e ndërsa ka kërkuar azil, tregon jetën që bën dhe se si në klubet e natës ai mbulon vajzat me para, por duket se këto shkrime nuk e shqetëson as pak të riun shqiptar, i cili këtë të premte ka postuar një video në Instagram, ku shfaqet duke shëtitur me makinën e tij luksoze e duke shijuar muzikën shqip. I riu nga Lezhë rezultoni dënuar 2 herë për grabitje shtëpish në Angli, i dëbuar 2 herë për këtij shteti, por sërish ka hyrë 2 herë ilegalisht në shtetin Ishull, duke sfiduar ligjin. Artikulli i The Telegraph: një hajdut shqiptar që lufton kundër deportimit ka përdorur mediat sociale për të treguar një mbrëmje të kaluar në një klub nate, gjatë së cilës ai mbulon vajzat me para. Dorian Puka, 31 vjeç, është burgosur dhe deportuar 2 herë për vjedhje me dhunë përpara se të kthehej fshehurazi në Britani, ku e ka kaluar vitin që lam pas duke tallur Ministrinë e Brendshme me video në TikTok të stilit të tij luksoz të jetesës. Ministria e Brendshme ka pranuar se është e pafuqishme të largojë përsëri Pukën, derisa kërkesa e tij për azil të jetë shqyrtuar plotësisht, por ka paralajmëruar se kriminalet e huaj nuk duhet të kenë asnjë dyshim për zbatimin e ligjit. Në videon e tij të fundit, ai është filmuar duke shijuar një natë luksoze në klubin e natës London Rain në Mayfair, të mërkurën në mbrëmje. Kjo vjen vetëm një javë pasi ai u fotografuar duke shijuar shampanjën në një seksion VIP me valltar burlesk në klubin Cirque du Soir në Mayfair. Festa e kësaj jave përfshinte qindra pound kartë monedha që u hodhën në ajër, ndërsa vajzat sillnin shishe shampanje të shtrenjtë me fishek zjarre në tavolinën e tij. Klubi i përshkruar si një botë luksoze dhe shkëlqimi sensual është i njohur për personazhet e famshëm. Puka postoi video në TikTok, ku më parë kishte shfaqur prova të pasurisë së tij duke përfshirë një Lamborghini me vlerë 190.000 pound dhe 6 orë Rolex të tij me vlerë rreth 162.500 pound. Një burim i imigracionit tha: është e turpshme të shikosh një kriminal me karrierë, i cili ndodhet ilegalisht në Britani, të jetojë këtë stil jetese si personazh i famshëm, të shohësh kartë monedha me vlera qindra pound, të hedhura në ajër në shenjë feste është e neveritshme. Miliona britanik punojnë shumë për një jetesë të ndershme dhe nuk mund të përballojnë dot diçka të tillë. Ka kaluar më shumë se një vit që kur Puka publikoi videon e tij të parë duke udhëtuar me një Ferrari të kuq. Kjo video u pasua menjëherë nga një foto e postuar në rrjetet sociale në të cilën ai tallte Nigel Farage, pasi ai e përshkroi atë si një lider të gabuar që duhet të deportohet. Puka ju kundërpërgjigj me një foto të tij, së bashku me një imazh të modifikuar në Photoshop të Farage, duke i bërë dolli fotografit që po i bënte foto. Ai gjithashtu postoi një video të tij në timon të Ferrarit, me kritikat e Farage që dëgjoheshin në sfond. Ai u burgos fillimisht për 9 muaj në vitin 2016 dhe u deportua vitin pasardhës për përpjekje për të hyrë me forcë në një pronë. Pronari e kishte parë në një kamerë interneti, ndërsa ishte me pushime në Francë. Brenda një viti, ai arriti të shmangej kontrolleve kufitare dhe të kthehej në Mbretërinë e Bashkuar, duke kryer një sër vjedhjesh në periferi të Londrës. Puka u kap përfundimisht nga oficer të veshur civil që patrullonin Surbiton në jug-perëndim të kryeqytetit. Ai mbante një orë të shtrenjtë që e kishte vjedhur. Ai u burgos për 3 vjet e gjysmë dhe më pas u deportua në mars të vitit 2020. Gjatë kohës që kaloi në burg në Mbretërinë e Bashkuar, ai fitoi famë të keqe për përdorimin e një telefoni celular të futur ilegalisht në burg për të postuar foto të vetes në Instagram. Ai pozoi për krau dhe heqësit të një grupi të krimit të organizuar, i cili po vuante një dënim me 12 vjet për furnizim me kokainë dhe pastrim parash. Pasi u kthye në Shqipëri për disa muaj, ai udhëtoi nëpër Gjermani, Belgjik dhe Holand përpara se të kalonte kontrollet kufitare për të hyrë përsëri në Britani në dhjetor 2020, sipas llogarisë së tij në Instagram. Llogaria e tij në rrjetet sociale përfshin gjithashtu imazhe me makina të tjera luksoze, duke përfshirë një Porsche Cayenne, një Mercedes G-Wagon, një Bentley Bentayga, një BMW X5, një Mercedes AMG dhe një Jaguar CF. Dorian Puka shfaqet duke mbajtur në dorë një orë Rolex Datejust të personalizuar me vlerë 13.500 pound, plotësisht të mbuluar me diamante. Burimet e tij të financimit mbetet të panjohura, por raportet shqiptare sugjerojnë se ai ka qëndruar në një apartament me 2 dhoma gjumi me vlerë 250.000 pound në Hounslow, në perëndim të Londrës. Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme tha: kjo qeveri nuk do të lejojë që kriminalet e huaj dhe emigrantët e paligjshëm të shfrytëzojnë ligjet tona, prandaj po reformojmë ligjet e të drejtave të njerëzit dhe po zëvendësojmë sistemin e prishur të apelimit, duke na lejuar të rrisim deportimet.